Mrekullitë e Kur'anit. Të gjitha njohuritë që i treguan për zhvillimin e embrionit në mitër të nënës janë rezultati i hulumtimeve shkencore të 30-40 viteve të fundit. Këto njohuri të reja ndihmuan në kuptimin e mrekullive të reja kuranore. Deri para do kohë mendoi se muskujt dhe eshtrat formohen dhe zhvillohen bashkërisht. Por hulumtimet e reja treguan për një të vërtetë për të cilën njerëzit ishin të pavetëdijshëm. Në embrion së pari formohen eshtrat, kurse përreth eshtrave formohen muskujt. Kemiklerin etrafında bir kas dokusu meydana gelmekteydi. Për këtë të vërtetë që shkenca e ka zbuluar para një kohë shumë të shkurtër, Kur'ani informon që para 1400 viteve. Më pas, atë pikë ujë e bëm copë gjaku, e atë gjak të ngurtë e bëm copë mishi, e atë copë mishi e shndërruam në eshtra, e edhe eshtrave u aveshëm mishin. Pastaj atë e bëm krijesë tjetër, me shpirt. Yaratıcıların en güzeli olan Allah ne yücedir. Öte yandan Hulumtimet shkencore rreth lindjes tregojnë se foshnja në bark të nënës kalon nëpër 3 faza. Në një ndër librat bazë që ka të bëjë me embriologjinë, Base of Human Embryology, kjo e vërtetës sqarohet kështu. Jeta në mitër përbëhet prej 3 fazave. Preembrionik, 18 ditët e para, embrionik deri në fund të javës së 8, fetal për javës së 8 deri në lindje. Këto dituri që janë rezultati i hulumtimeve shumë vjeçare dhe i teknologjisë moderne në Kur'anin famëlar janë treguar para 1400 viteve. 3 fazat në bark të nënës në një ajet tregohen kështu. Ai u krijon juve në barqet e nënave tuaja, krijim etapë pas krijimi në 3 errësira. Ky është Allahu, Zoti juaj. Vetëm i Tij është pushteti. Nuk ka Zot tjetër posti. E si pra i shmangni adhurimit të Tij?